Ermal dhe i thash, për fat keq, shumica fushatës o ka karakterizohet me të shkumen. O ka karakterizohet që shmelon tjetrin fajtor për të kalumen. Jo që kanë me bon të armen. Të pak të në kështu, kom pa pjesën matë matë të fushatës me përjashtime natyrisht. Po deri tash, o ka zhvillohet kjo lloj fushate negative për rivalin politik, gjithmonë tu provu me identifiku që ka bo keq në të kalumen. Për vetëvendosjen dhe kurtin gjatë viteve të qeverisjes, për zonin Osmani po ashtu gjatë kohës sa ka qenë në qeverisje si presidente, për opozitën, që kanë bo para kudio në sa vjetë kur kanë qenë në pushtet edhe që kanë bo gjatë saj kohës sa kur ti ka qenë në opozit. Pra, nuk kom pa për një mend ide ma strukturume, vizion ma strukturum, nuk kom pa, nuk po flas për plane dhe programe, se natyrisht që besoj tash sa të afrohet fushata do të kemi, ose do të kemi mundësin me i diskutu, po dhe tash ka flitet kryesisht për të kalumen me përpjekje maksimale me elon fajtor tjetrin. Edhe në tubimet që janë majtë në Kosovë, ose vazhdojnë me majtë në Kosovë, ato që po vazhdojnë me majtë në diasporë, fokusi është e kaluar. Unë mendoj që kjo është jashtëzakonisht e dëmshme për shkak se e kaluara, sidomos nga zgjedhjet që janë majt të fundit, është veç 4 muaj, pak më shumë se 4 muaj, kështu që nuk kanë se çka flasin shumë në këtë aspekt. Po ashtu nuk e di çka kanë me premtu më shumë ose gjëra të tjera për aty që kanë premtuar në zgjedhjet e dhjetorit. është problem tash me premtu ti diçka të re ose diçka krejt tjetër për aty që i ke premtu para 4 muajve. O shkuar jashtëzakonisht e shkurt. Edhe besoj që edhe kur se nuk ka ndodhur diçka shumë e madhe që më ndrua edhe premtimet, në kuptimin ku dion se ku mundet me qenë shtete tjera, për shembull premtimi për me vazhdue rrugën drejt integrimit evropian, ku është shumë e rëndësishme mos më kthy karosia shembull. Ne nuk kemi kësi probleme në farë forme, ne kemi paktën disa probleme madhore, i kemi një farë vizioni që partit politike, kush do të qofshin ato, nuk kanë komu kap, po thama ashtu. Po për gjana tjera, mbetet me u pa ditët në vazhdim, pavarësisht se mbram me vetëvendosja majti tubimin, do me thonë, në Prishtinë, edhe një farë forme fjalimi i kurtit, ishte edhe një farë katalogu i premtimeve që ka me bo gjatë mandati tarshëm nëse bëhet sërish kryeministër dhe presin parti tjera për me pa që ka me ndonë. Te okeja patëm ndryshimin që u hësh dhe me thonë zoti Haradinaj edhe u zgjodh zoti Gjini, ta shohim se që ka me ndonë me AKN në re, ose me aleancën, se tash nuk është AKN, poshtë aleancë. Sot, kër jemi këto, e lexova një status të mirë të një Gjakovari, Valon Sanhas, të cilë tha që efektu pa me njëherë, tha, Ardian Gjini e shkurtoj emnin që me kursyn postera, mos me shkru gata aleanca për anërë Kosovës, për veç aleanca.